Zoja Kusumi, trajtimi më adekuat sipas jush ndoshta me e quajt edhe më i përshtatshëm për njerëzit përreth edhe familjarët, jo veç për fëmijën i cili ka spektrin e autizmit, por për familjen. Mendoj që më e rëndësishmja është me pas situatën me një zgjedhje. Me pas situatën nga një këndvështrim pozitiv, por jo me qëndu duar kryq. Me vendos qëllimet të qarta, qëllimet matshme edhe të prekshme që mundemi me realizu. Kur ne kemi një fëmijë në familje me çrregullimin e spektrit të autizmit, rrjedhimisht na krejt duhet me u përfshi. Prindrit fillimisht edhe familja. Edhe shoqërimet e ankthit edhe këto janë të përgjithshme, e shoqërojnë. Prandaj çësia pozitive edhe me vendos qëllimet qarta, me fillu me hapa të vegjël është shumë e rëndësishme. Në rastet kur ne kemi pritjet shumë të larta, dëshpërimi është edhe shumë më i lartë. Duhet përherë me konsultu me profesionist fushës edhe me organizu plan individual për nevojat edhe vështërsi që i ka fëmija, për se cilin fëmij, edhe me punu në trekant me familjen. Sa do që ne fokusohemi të një orë seance të një psikolog, ndoshta bëjmë kilometrat që ta dërgojmë, edhe fëmija lodhet për gjatë gjithë rrugës edhe kur është në seancën terapeutike nuk është më produktiv, ose ndikon diçkan edhe të sjelljet, ndodhë se po ndërlidhëm me qenë se dhe jam të ke full për këtë temë, ndodhë që të personat me autizëm vetëm nëse ndrojmë rrugën, ai mund të filloj të ketë sjellje për shkak të thyrjes së rutinës ose stereotipive që i ka. Edhe prandaj është shumë e rëndësishme që të krijohet baza. E baza është ndërgjegjësimi për çrregullimin e autizmit, njohja e shenjave, sa më shumë që prindërit e dinë se çka janë stereotipit, çka janë rutinat, çka janë sjelljet e papërshtatshme, çka janë funksionet e sjelljes, kur ne japim fëmijës një vëmendje negative dhe kur japim një vëmendje pozitive, kur sjellja përforcohet negativisht edhe kur pozitivisht, kjo mandej ndihmon edhe prindërit që me vendos një çështje të duhur se si do t'i drejtohen fëmijës. Baza është kryesorja.